Këshilli i Bashkiakë i Lezhës i ka kërkuar Bashkisë së Rrisë angazhimin e drejtimit të nxitjes së fermerëve për të kaluar tokën bujqësore nga përdorimi në pronësi sipas legjislacionit në fuqi. Ky proces i konsideruar jetik për zhvillimin e sektorit bujqësor është zvarritur prej vitesh, duke u kthyer një pengesë serioze për planifikimin e investimeve afatgjata në bujqësi. Gjatë mbledhjes së fundit të Këshillit Bashkiak në Lezhë, kryetari Agostin Marku theksoi rëndësinë e këtij procesi, duke nënvizuar se përmes kalimit të tokës në pronësi, fermerët bëhen ligjërisht pronarë të parcelave që punojnë, ndërsa nga ana tjetër Bashkia përfiton duke rritur të ardhurat përmes taksës së tokës bujqësore. Në more bujqësore, në Lezhë, në Shënkoll, në Tresh, në Rril e shumë në rrethin e Lezhës. Ne duhet të organizojmë, të menaxhojmë punën edhe sidomos Bashkia me drejtorinë e seteve, por edhe me njësitë administrative, që të evidentojnë që të rastet dhe të nxisin fermerët që ta kryejnë këtë proces. Ta kryejnë këtë proces që të njehen pronar të ishëm, të kësaj toke që i takon me ligj, por edhe Bashkia ka lehtësi sepse duke ligjëruar këtë pjesë, që në fakt është e paligjëruar dhe tek gjithë këto fermerë figuron tokën në përdorim, ne i hapim rrugë edhe investimeve të shumë të rëndësishme në bujqësi. Me projekte të ndryshme, me financimin nga BE-ja, nga organizata të ndryshme financiare europiane, por realizojmë edhe një gjë tjetër që ne kemi detyrim, bjelljen e taksës të tokës bujqësore. Nuk mund ta bjellësh këtë taksë tokës bujqësore nëse këto nuk e kanë në pronësi. Pra realisht sot e kanë në përdorim. Sot e ta shtruhet asgjë. Kërkesa për përshpejtimin e këtij procesi vjen në një moment kur sektori bujqësor në qarkun e Lezhës ka nevojë për politika të qëndrueshme dhe mbështetje të strukturuar, duke filluar me qartësimin e marrëdhënieve pronësore mbi tokën.